Kalojmë të informacionet nga rajoni. Gjykata e Pelit ka konfirmuar masën e dënimit për ish-kryeministrin Nikola Gruevski në rastin Tanku. Nga ana tjetër, gjykata e shkallës së dytë ka ulur me 2 vjet dënimin për Gjoko Popovskin, i dënuar po të njëjtën vepër. Partia Demokratike është e vendosur që të anullojë koncesionin e dështuar të check-up dhe koncesionin tjetër për çdo qentar të grabitur që do ta kthejë ato qytetarëve. Kështu deklaroi nga Selia Blu deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi. Përmes një deklarate për shtyp, Vokshi nuk ka kursyer akuzat dhe për Edi Ramën. Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka zhvilloi një vizitë zyrtare në Shtabin Suprem të Fuqive Aleate në Evropë, ku prit nga komandanti suprem i forcave aleate në Evropë, generali me 4 yje, Kurtis Skaparoti. Qëllimi i kësaj vizite ishte përforcimi i bashkëpunimit të Shqipërisë dhe komandës së Aleancës. Ervin Saljani, deputeti i Partisë Demokratike, është thirrur sot në prokurori për të marrë në pyetje në lidhje me akuzat e ngritura ndaj ministrit Fatmir Xhafaj pas audiopërgjimeve të njohura si dosja Babale. Policia e Fierit ka arrestuar dhe autorin e dytë të vjedhjes së karburanteve në Fier. Një ditë pas arrestimit të kushurirës së tij, Ana Malaj, në pranga ka rënë Emiliano Grembi, 22 vjeç, banues në Belim Patos. Akademia e 100 fshatrave është rrjeti më i ri i bashkëpunimit mes qeverisë dhe botës universitare. Në funksion të 100 fshatrave të përzgjedhur për të kthyer në destinacione të reja turistike, është nënshkruar në Kryeministri marrëveshja për projektet e programit kombëtar të rilindjes rurale. Gjyqtari i Gjykatës së Lartë Ardian Dvorani doli të hënëm para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. I vetëm problemi konstatuar për to ishte mungesa e deklarimit të llogarive bankare në deklaratën për vettingun. Gjyqtari sqaroi se bëhet fjalë vetëm për një gabim njerëzor. Opozita paralajmëron reagime të forta kundër mazhorancës, të cilat sipas eksponentëve të saj do ndryshojnë realitetin politik në vend. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka nuk specifikon mjetet që do përdoren, duke theksuar se i gjithë aksioni është në diskutim, ndërsa sqaron se mungesa e opozitës në seancë dhe komisione është qëndrim që ka lidhje vetëm me votimin për ligjin e teatrit. Një helmim masiv vëshënuar në qytetin e Elbasanit, plot 44 persona janë paraqitur mbrëmjen e së hënës në spitalin e Elbasanit me simptomat e helmimit. Mësohet se ata kishin qenë të pranishëm në 3 dasma që ishin mbajtur në të njëjtin lokal në unazën e qytetit. Ka kaluar më shumë se një javë nga propozimi i kryeministrit Edi Rama për të vendosur si pasues të ish-ministrit të brendshëm Xhafaj, Sander Leshi. Presidenti ende nuk ka folur me dekret për këtë propozim. Një 25 vjeçar nga fshati Llakatund i Vlorës, Denis Muhametaj, është arrestuar nga forcat e policisë, pasi në shtëpinë e tij janë gjetur armë zjarri, municione luftarake, motor mjetesh, ujë, automjete dhe lëndë narkotike. Për afro 2 orë 30 minuta, deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani është marrë në pyetje nga prokuroria e krimeve të rënda lidhur me audiopërgjimin e dosjes Babale. Saljani pohoi se ishte pyetur për videon e dytë të publikuar. Ai me ironi tha se detajet ndoshta mund t'i ketë dhënë vetë prokuroria. Partia Demokratike nëpërmjet deputetit Entri Hasa ka deklaruar se për zbatimin e planit korruptiv të Edi Ramës shërbeu rritja e informalitetit në tregun e Bixhozit, që lidhet direkt me familjen e kryeministrit dhe që deri tani ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 500 milionë eurosh. Në kuadër të turit të llogarizonjes publike të qeverisë, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri zhvilloi takime me banorë të Bashkisë së Selenicës dhe me ata të Njësisë Administrative Shushicë të Vlorës.